Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po përgatit dosje voluminoze për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Agjentët e BKH-s kanë ushtruar kontrolle në disa zona dhe janë mbështetur nga policia e shtetit. Partia Demokratike akuzon kryetarin e kuvendit Niko Peleshi për pengim të shqyrtimit të kërkesës, duke mos lejuar hapjen e dyerve të kryesisë gjatë pushimit të zyrtar. Teksa në kuvend po zhvillohet debat mes mazhorancës dhe opozitës për procedurat dhe afatet e shqyrtimit të kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Prokuroria e posaçme vijon paralelisht mbledhjen e provave dhe dëshmive për dosjen voluminoze që ka në administrim. Me vendim të gjykatës së posaçme, agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë ushtruar kontrolli ditën e fundit në disa zona ku përfshihen edhe biznese dhe personat e lidhur me hetimin. Emrat e tyre nuk bëhen publik, ndërsa SPAK nuk ka konfirmuar ende detaje për masat e sigurisë. Gjatë këtyre kontrolleve BKH-ja është mbështetur dhe nga policia e shtetit. Ndërkohë, anëtarët e opozitës në Këshillin e Imunitetit u paraqitën këtë të premte për të zhvilluar mbledhjen e kërkuar për shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut, por dyert e kryesisë së kuvendit i gjetën të mbyllura për shkak të pushimit zyrtar të shpallur nga qeveria. Partia Demokratike akuzoi kryetarin e kuvendit Niko Peleshi se po mbron Belinda Ballukun nga drejtësia, ndërsa sipas opozitës, deputetëve u shpërndar nga SPAK një dosje për rreth 16.000 faqe. Sipas dokumenteve hetimore, Balluku po hetohet jo vetëm për tenderin e tunelit të Llogaras dhe lotin 4 të Unazës së Madhe, por edhe për disa procedura të tjera konkurrimi në një koncesion. Ndërkohë, mbledhja e Këshillit të Imunitetit mbetet ende e pezulluar, ndërsa prokuroria e posaçme vijon përgatitjen e materialeve dhe koordinimin e veprimeve hetimore. Hetimet e SPAK-ut për dosjen e Akshit janë zgjeruar edhe tashmë përfshin edhe verifikime të thedhuara pasurore. Prokuroria ka konstatuar një jat luksoz me vlerë mbi 950.000 euro i dyshuar si pasuri e fshehur e biznesmenit në kërkim Ermal Beqiri. Ndërkohë, priten masa të tjera sigurie ndaj funksionarëve të lartë publik. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka zgjeruar hetimet për dosjen e Akshit, duke kaluar tashmë dhe në verifikime të pasurisë së personave të dyshuar si pjesë e skemës së abuzimeve me tendera publik. Në fokus të hetimeve është vendosur një jat luksoz i tipit Predator 50 Skyfall me vlerë treku mbi 950.000 euro i ankoruar në portin e Durrësit. Sipas SPAK, jati rezulton i regjistruar në emër të shtetases Xhenila Tamizi, punonjëse e kompanisë Soft and Solution, por ekzistojnë dyshime të forta se i lundrues është bler nga biznesmeni Ermal Beqiri shpadhur në kërkim. Prokuroria dyshon se regjistrimi në emër të Tamizit është bërë për të fshirur pronësinë reale të pasurisë. Nga hetimet rezulton se Xhenila Tamizi ka pasur rol aktiv në menaxhimin e burimeve njerëzore për kompanitë e lidhura me Beqirin. Ajo dyshohet se ka rekrutuar dhe trajnuar staf për Soft and Solution, ndërsa më pas punonjësit janë transferuar dhe kontraktuar nga kompania tjetër, EA Solution SPK, e lidhur me biznesmenin tjetër në kërkim Sagaci. Dëshmitë e marra nga punonjësit e EA Solution tregojnë se njoftimet për punë janë gjetur online, ndërsa trajnimet janë kryer nga Tamizi. Pas përfundimit të trajnimeve, kontratat e punës janë lidhur me EA Solution, ndonse jati luksoz rezulton i regjistruar në emër të Tamizit, e cila formalisht figuron e punësuar në një kompani tjetër. Në dosjen hetimore, SPAK sqaron se Ergy Sagaci dhe Ermal Beqiri akuzohen për një sër veprash të rënda penale për fshirë konkurrencën e palishme përmes dhunës, shkeljes së barazisë në tendera, heqjen e palishme të lirisë, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe pastrimin e produkteve të veprës penale. Për të dy është vendosur masa e sigurisë arrest me burg, por ajo nuk është ekzekutuar pasi nuk ndodhe në territorin e Shqipërisë. Ndërkohë, gjykata e posaçme ka caktuar masën e arrestit shtëpiak për drejtoreshën e Akshit, Mirilinda Karçanaj, ndërsa janë lëshuar urdhër arreste edhe për persona të tjerë të përfshirë në këtë dosje. Në 16 dhjetor, 2 skuadra të Byros Kombëtare të Hetimit të mbështetur nga policia e shtetit ushtruan kontrolle në disa banesa dhe biznese në Tiranë dhe Durrës në pronësi të Ergy Sagacit. SPAK ka vendosur masa sigurie për gjithsej 8 persona, mes tyre Mirilinda Karçanaj, Ergy Sagaci, Ermal Beqiri, Havad Delibashi, Rion Ismaili, Andis Papa, GH dhe Roger Sëryta. Po ashtu është caktuar masa e pezullimit nga detyra për zëvendës drejtorin e policisë së Tiranës, Rion Ismaili. Hetimet e SPAK kanë nisur prej gati një viti dhe fokusohen në procedurat e 12 tenderave publik, të cilët dyshohen se janë zhvilluar në shkelje të ligjit me përfshirje të zyrtarëve publik dhe bizneseve private në një skemë të organizuar korrupsioni dhe pastrimi parash.
Pas protestës kombëtare të 22 dhjetorit, Sali Berisha paralajmëroi nisjen e një faze të re të përballjes politike në muajin janar. Nga Manzi, kreu i Partisë Demokratike kërkoi mobilizim të vazhdueshëm në sheshe duke synuar largimin e kryeministrit Edi Rama nga pushteti. Berisha hodhi akuza për manipulim zgjedhor, korrupsion qeveritar dhe paralajmëroi radikalizim të aksionit edhe në kuvend. Pas protestës kombëtare të mbajtur në 22 dhjetor, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar rifillimin e betejës opozitare në muajin janar. Gjatë një takimi me mbështetësit në Manës, Berisha u bëri thirrje demokratëve për mobilizim të përhershëm në sheshe, duke theksuar se protesta do të jetë forma kryesore e qëndresës politike. Ishte betejë e fituar nga ne rrafshën e drejtës. Tani duhet të betohemi, të zëmë sheshin dhe të rikthehemi sheshin çdo natë gjersat për zëm atë. Të mos mendojmë se rruga është dhuna, jo, rruga është qendresa jon, sheshi duhet jetë yni dhe Edi Rama iken si mi, nuk mund të qëndroj aty. Pra, hymë në vitin 2026 me një mision, si misionar. Në fjalën e tij, kryedemokrati hodhi akuza të forta ndaj procesit zgjedhor të 11 majit, të cilën e cilësoi si të grabitur përmes blerjes së votës, përdorimit të parave publike dhe presionit të grupeve kriminale. Nuk ka zgjedhje, sepse kur një kryeministër vendos të mos dorëzoj pushtetin, ai pastaj ka të gjitha mjetet në dorë për të shtypur votën, për të manipuluar votën, për të blerë votën. Berisha përsëriti gjithashtu akuzat ndaj zëvendëskryeministres Belinda Balluku duke vendosur atë në qendër të abuzimeve me fondet publike. Sipas tij, një nga aferat më të rënda mbetet ajo e portit të Durrësit. Vetë secili për jush mos shkoj kërkum, të nalet pak tek porti i Durrësit, vetëm aty. E bëjnë transportin e mallave më pak të kushtueshëm. Çfarë ndodh? Porti ka mbi 1.300.000 m2. Aty do ndërtoj pishina ndërkombëtare dhe marinën më të madhe. Kreu i Partisë Demokratike u ndal edhe tek hetimet e SPAK-ut për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, duke u referuar gjetjeve të prokurisë Ergys Agaçit, të cilën e cilësoi si figurë kyçe në vendimarrjen informale të qeverisë. Ekziston një rrëmbim i tmerrshëm tokash i Ergys Agaçit me dallandysh e bicin. Zyra e Ergys Agaçit do miq ishte si zyra e kryeministrit. Faleshin, shkonin ministra, shkonin gjykatës, shkonin prokuror, shkonin zyrtar të lartë, drejtues agjencisë tek ai aty. Në përmbytje, Berisha paralajmëroi se përveç protestave përpara kryeministrisë, opozita do ta shpresojë edhe aksionin e saj parlamentar, duke sinjalizuar një përballje më të fortë politike në muajt në vijim. Përpjekja e Partisë Demokratike për të mbledhur këshillin e mandateve për shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku dështoi edhe këtë të premte. Dyert e kryesisë së kuvendit u gjetën të mbyllura për shkak të ditës zyrtare të pushimit. Demokratët akuzojnë mazhorancën se po tentojnë që të pengojë drejtësinë dhe paralajmërojnë një përpjekje të re në fillim të javës së ardhshme. Deputetët e Partisë Demokratike u paraqitën këtë të premten në ambientin e kryesisë së kuvendit për të mbledhur këshillin e mandateve dhe imuniteteve me qëllim shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Megjithatë, dyert e zyrave u gjetën të mbyllura pasi dita e premte është vendosur si ditë pushimi zyrtar nga Këshilli i Ministrave. Kjo situatë shkaktoi tension mes deputetëve demokratë dhe punonjësve të Gardës së Republikës, ndërsa mediat nuk u lejuan të hynin brenda ambienteve të kryesisë së kuvendit. Në një deklaratë për mediat jashtë kryesisë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzoi mazhorancën se po mbron deputeten Balluku nga drejtësia dhe po tenton të ndikojë në procesin hetimor. Është në shkelje totale të ligjit, ka shndruar Kuvendin e Shqipërisë në zyrë dhe në bunker të Belinda Balluku, që një nga gjyqtarët, Mariana Semini, ka ndryshuar votën pasi është votuar një herë. Pra rezultati ndaj kërkesës kryeministrit ka qenë 4-4 dhe vota është ndryshuar pasi është votuar një herë. Kjo tregon që gjykata kushtetuese është marrë peng. Dhe tani me gjyqtarë që janë marrë peng, ta mendojnë që do pengojnë drejtësinë për të luftuar korrupsionin, ta harrojnë. Nuk ka për ndodhur. Belinda Balluku mund haj vitin e ri në shtëpi, por ju siguroj që nuk do shty ditët dhe do të përfundojnë në burg. Pra këta janë kthyer në një bunker të krimit, në një bunker të korrupsionit. Mos ju duket çudi që në një nga sallat që kanë mbyllur, të jetë strehuar Ergys Agaçi. Për këta janë këta.
Ata janë për të ruajtur dhe për të mbrojtur krimin e organizuar, jo për të kryer detyrën shtetërore. Deputeti demokrat gjithashtu zbuloi se kryetari i kuvendit Niko Peleshi kishte deklaruar se Balluku ka kërkuar 3 javë kohë për të ushtruar të drejtën e mbrojtjes dhe se ai është i vendosur për t'i garantuar këtë të drejtë. Hap ligjor të shkojmë dhe të shpërthejmë sallën e mbledhjeve apo ta marrim peng Niko Peleshin ta sjellim në mbledhje, këtë nuk e bëjmë dot. Megjithatë, Partia Demokratike paralajmëron se nuk do të ndalet dhe të kërkojë mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve edhe një herë në fillim të javës së ardhshme, duke u përpjekur të sigurojë shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut dhe respektimin e procedurave ligjore. Një fëmijë i mitur i ardhur nga Anglia ka rezultuar pozitiv me flu duke shënuar rastin e parë në vend për këtë vit. Fëmia nuk ishte vaksinuar, gjë që e bëri më të ndjeshëm ndaj infeksionit. Autoritetet shëndetësore po ndjekin situatën dhe bëjnë apel për vaksinimin e fëmijëve me vigjilencë të shtuar në komunitet. Pas disa vitesh pa raste të raportuara, fruthi është shfaqur sërish në Shqipëri me konfigurimin e rastit të parë të vitit 2025. Sëmundja është diagnostikuar te një fëmijë që ka ardhur nga Anglia, i cili rezulton të mos ketë qenë i vaksinuar, një faktor kyç që ka ndikuar në prekje nga virusi. Fëmia ndodhet aktualisht i shtruar në shërbimin e pediatrisë infektive, ku po merr trajtimin e nevojshëm dhe po monitorohet nga mjekët specialist. Paralelisht janë marrë të gjitha masat për izolimin e rastit dhe për ndalimin e përhapjes së virusit në përputhje me protokollet kombëtare të shëndetit publik. Instituti i Shëndetit Publik ka nisur me një herë hetimin epidemiologjik duke gjurmuar kontaktet e afërta dhe duke vlerësuar rrezikun e përhapjes në komunitet. Sipas të dhënave zyrtare, deri në këtë fazë nuk janë evidentuar raste të tjera të fruthit, ndërsa autoritetet sigurojnë se situata mbetet e kontrolluar. Ekspertët e shëndetit publik theksojnë se fruthi është një sëmundje jashtëzakonisht ngjitse e cila mund të përhapet shpejt, veçanërisht në komunitetet ku niveli i vaksinimit është i ulët. Për këtë arsye, ISHP-ja dhe mjekët specialistë u bën thirrje prindërve që të respektojnë kalendarin e vaksinimit dhe të mos neglizhojnë imunizimin e fëmijëve. Sipas specialistëve, vaksina kundër fruthit jo vetëm që mbron fëmijët nga infeksioni, por edhe parandalon komplikacione serioze që mund të shoqërojnë sëmundjen si pneumoni, encefalit apo dëmtime të tjera afatgjata shëndetësore. Autoritetet shëndetësore apelojnë gjithashtu për rritjen e vigjilencës nga ana e institucioneve shëndetësore dhe komunitetit, duke kërkuar që çdo rast i dyshuar të referohet menjëherë për ekzaminim dhe trajtim. Qëllimi mbetet parandalimi një përhapje më të gjerë dhe mbrojtja e shëndetit publik. Njëzet e 2 persona janë arrestuar në Tiranë për prodhimin dhe shpërndarjen e lëngëve narkotike dhe dolën ditën e sotme përpara gjykatës penale të kryeqytetit. Ata u prangosën pas një operacioni të policisë së Tiranës ku përdorën blerje të stimuluara për të dokumentuar aktivitetin kriminal. Hetimet zbulojnë një rrjet të shtrirë në disa zona të qytetit me metoda të sofistikuara transporti dhe shpërndarje të drogës. Të 22 personat e arrestuar mes ditën e së mërkurës në Tiranë në kuadër të një operacioni kundër shpërndarjes së lëndëve narkotike janë paraqitur përpara gjykatës penale të kryeqytetit për të njohur me masat e sigurisë. Ata u vënë pranga pas një hetimi disa mujor të policisë së Tiranës, e cila përdori blerje të simuluara për të siguruar prova të pakundërshtueshme mbi përfshirjen e tyre në aktivitetin kriminal. Sipas dosjes hetimore, rrjeti i shpërndarjes së drogës ishte i organizuar dhe i shtrirë pothuajse në të gjithë territorin e Tiranës. Mes personave të arrestuar ndodhet dhe një ish ushtarak Dylber Aliaj, për të cilën prokuroria ka dokumentuar rol aktiv në tregtimin e kokainës. Në përgjimet dhe provat e administruara rezulton se aktiviteti i tij u zbulua pas bashkëpunimit me një person të identifikuar si Astrid. Në komunikimet mes tyre, ky i fundit e pyet për cilësinë e lëndës narkotike, ndërsa Aliaj i përgjigjet se droga është e mirë dhe se konsumonte edhe vet. Hetimet zbulojnë se lënda narkotike transportohej në mënyra të ndryshme për të shmangur dyshimet. Në disa raste përdoroi taksia ku droga shpërndahej nga ulsimici, ndërsa në raste të tjera transporti kryhej me motorcikleta, shpërndarje e picash të kamufluara me logo brendi ndërkombëtar të drejtuar nga Erdison Gjella. Sipas policisë, droga shitej kryesisht në zonat e frekuentuara si bloku Kamza La Praka, Selita dhe Tiranë e Re. Shpërndarja bëhej në lokale, tabakino, mjete taksi apo në petkun e shpërndarjes së porosive ushqimore. Nga operacioni u sekuestruan rreth 500 gram lëndë e dyshuar narkotike, kokain, 10 kg kanabis sativa, 5 automjete, 20 telefona celular, 6 peshore elektronike dhe rreth 3.000 euro kesh të dyshuara si përfitim nga aktiviteti kriminal. Ndërkohë, policia ka shpadur në kërkime dhe 6 persona të tjerë të cilët dyshohet se janë pjesë e të njëjtit rrjet shpërndarje. Hetimet vijojnë për identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë dhe dokumentimin e plotëve veprimtarisë kriminale.
Një aksident i rënd rrugorës regjistruar këtë të premte në unazën e qytetit të Lushnjës, një motorciklet u përplas me një automjet që po dilte nga ambientet e një biznesi, si pasojë drejtuesi i motorcikletës ndodhet në gjendje kritike për jetën. Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur mesditën e kësaj të premte në unazën e qytetit të Lushnjës, duke lënë të plagosur rënd një të ri rreth 30 vjeç. Sipas informacioneve paraprake, një motorciklet është përplasur me një automjet i cili po dilte nga ambientet e një biznesi përgjatë unazës. Përplasja ka qenë e fortë duke shkaktuar përplasjen e rënd të drejtuesit të motorcikletës, Marius Doksani, i cili është transportuar me urgjencë në spital dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Mjekët po bëjnë përpjekje për stabilizimin e tij. Në ngjarje kanë bërritur me një herë shërbimet e qarkullimit rrugor dhe patrulla e policisë së shtetit, të cilat kanë nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit. Paraprakisht dyshohet se dalja e automjetit nga biznesi pa respektuar sinjalistikën dhe lëvizje në rrugë mund të ketë ndikuar në përplasjen fatale. Unaza e qytetit të Lushnjës vijon të konsiderohet një nga segmentet më problematike për aksidentet rrugore, për shkak të numrit të lartë të bizneseve të ndërtuara përgjatë saj dhe hyrje daljeve të shpeshta të automjeteve, çka rrit ndjeshëm rreziku për përplasje. Rreshjet e para të dëborës për këtë fundjavë kanë nisur mëngjesin e së premtes në qarkun e Korçës. Autoritetet rrugore kanë bërë me dije akset problematike dhe kanë vënë në përdorim borpastruesen dhe kripën. Aktualisht qarkullimi raportohet normal në të gjitha rrugët kryesore të qarkut. Mëngjesin e kësaj të premte, qarku i Korçës është përfshirë nga rreshjet e dëborës, kryesisht në zonat malore dhe akset rrugore me lartësi të madhe mbi nivelin e detit. Rreshjet kanë qenë më të theksuar në aksin Boboshtic-Dardh, ku autoritetet rrugore kanë ndërhyrë që në orët e para me borpastruese dhe hedhjen e kripës për të parandaluar krijimin e shtresave të akullit. Sipas informacioneve nga prefektura e Korçës, deri në këtë moment nuk raportohen akse rrugore të bllokuara apo segmente që paraqesin vështirësi serioze për qarkullimin e mjeteve. Lëvizja e automjeteve vijon normalisht në të gjitha akset kryesore të qarkut, ndërkohë stafi i drejtorisë qendërlindje të autoritetit rrugor shqiptar ndodhet në terren dhe po monitoron në mënyrë të vazhdueshme situatën në rrugë për të garantuar ndërhyrje të menjëhershme në rast përkeqësimit të kushteve atmosferike. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve që tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht në zonat malore, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të pajisen automjetet me goma dimërore gjatë qarkullimit në këtë akse. Pavarësisht rrëngimit të politikave të migracionit, Gjermania vijon të regjistrojë një numër të lartë kërkesash për bashkim familjar. Shqipëria dhe Kosova rënditen ndër vendet më të rënda me aplikime gjatë këtij viti, sipas të dhënave zyrtare. Autoritetet gjermane kanë lëshuar mbi 100.000 viza, edhe pse kushtet janë ashpërsuar ndjeshëm. Ashpërsimi i rregullave për bashkimin familjar në Gjermani nuk ka frenuar fluksin e aplikimeve, ku në krye të listës vijojnë të rënditen shtetas nga Ballkani Perëndimor, përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë. Të dhënat e publikuara nga Ministria e Jashtme gjermane tregojnë se shqiptarët janë ndër aplikuesit kryesor për viza bashkimi familjar gjatë këtij viti, edhe pse qeveria federale e drejtuar nga koalicioni CDU-CSU dhe Socialdemokratët ka shtrënguar ndjeshëm politikat e emigrimit. Deri më tani janë lëshuar gjithsej 101.756 viza për 5 kombësit me numrin më të lartë të kërkesave. Numrin më të madh të vizave e përbëjnë shtetasit turq me 14.907 viza dhe sirianët me 13.148, të ndjekur nga qytetar indian me 9.286 viza. Në këtë listë, Kosova rënditet e katërta me 7.143 viza të miratuara, ndërsa Shqipëria e pesta me 4.426. Sipas legjislacionit gjerman, drejta e bashkimit familjar vlen kryesisht për familjet bazë që përfshin bashkëshortët dhe fëmijët e mitur. Megjithatë, parashikohen edhe përjashtime në raste të veçanta, ndërsa një reformë miratuar në mars të vitit 2024 zgjeron këtë të drejtë edhe për prindërit dhe vjerrit e profesionistëve dhe punëtorëve të kualifikuar, me kusht që këta të fundit të jenë në gjendje të sigurojnë jetesën e të gjithë familjes. Ndërkohë, në muajin korrik, qeveria gjermane vendosi pezullimin për 2 vjet të ribashkimit familjar për personat me status mbrojtje të kufizuar, duke përjashtuar refugjatët e njohur. Për këtë kategori, bashkimi familjar lejohet vetëm në raste të vështira, ndërsa vijon të mbetet një çështje e ndjeshme në debatet mbi politikat e emigracionit në Gjermani.
Zyra e kryeprokurorit të shtetit njofton se për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë do sigurohet integriteti i procesit zgjedhor. Rreth 100 prokurorë dhe zyrtarë të sistemit prokurorial do të jenë të angazhuar në gjithë territorin e Kosovës. Qytetarët dhe subjektet politike ftojnë të raportojnë çdo dyshim për manipulim ose kishpërdorim të votës. Prokuroria e shtetit në Kosovë ka bërë të ditur se ka përgatitur masat për mbrojtjen e votës së qytetarëve gjatë zgjedhjeve për kuvendin, të cilat do të mbahen të dielën me 28 dhjetor 2025. Sipas njoftimit për realizimin e këtyre detyrimeve janë angazhuar rreth 100 prokurorë dhe zyrtarë të sistemit prokurorial, të cilët që monitorojnë të gjithë procesin zgjedhor në të gjithë territorin e Kosovës deri në përfundimin e tij. Qëllimi është procedimi i çdo parregullësie që mund të ndodhë gjatë votimit në mënyrë që të garantohet integriteti i zgjedhjeve. Zyra e kryeprokurorit bën thirrje për qytetarët, subjekte politike, institucione dhe organizata të ndryshme të raportojnë çdo dyshim, manipulim apo keqpërdorim të votës, duke e bërë kështu të mundur reagimin e shpejtë të prokurorisë. Ky apel synon të rrisë besimin dhe procesin zgjedhor dhe të sigurohet që çdo votë të numërohet në mënyrë të drejtë dhe transparente. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare mbahen këtë të diel në 28 dhjetor dhe vlerësohen si vendimtare për stabilitetin politik dhe demokratik të Kosovës. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 27 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe me dominim të diellit në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë e kthjellët në të gjitha zonat, ndërsa pasditja vijon me mot të qëndrueshëm pa ndryshime të ndjeshme të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell në të gjithë territorin. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 27 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 27 dhjetor do të jetë rreth orës 7:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 5 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 1 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 8 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 7 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan, 7 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 7 deri në 13 gradë Celsius. Korçë, 0 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 7 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 27 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët. Paraditja do të jetë me temperatura të ulta dhe me diell, ndërsa pasditja vijon me mot të kthjellët në të gjitha qytetet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 8 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 27 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 27 dhjetor do të jetë rreth orës 7:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -1 deri në 6 gradë Celsius. Podujev, -4 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj, -4 deri në 6 gradë Celsius.
Pej, 0 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë, -2 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov, -2 deri në 7 gradë Celsius. Malishev, -2 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan, -3 deri në 4 gradë Celsius. Ferizaj, -2 deri në 5 gradë Celsius. Kaçanik, -1 deri në 4 gradë Celsius. Suharek, -1 deri në 7 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 6 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë, miru takofshim në edicionin e ardhshëm.